as you can see behind me, in the Bet Shemesh region near Jerusalem. Very, very big and complex scene. At this moment, Magen David Adom teams with dozens of ambulances and motorcycles are on scene. Moments after we heard the loud blast, we've arrived. Seconds afterwards, started treating and transporting patients. At this point, we're treating 6 critically injured on scene, when we already started transporting 2 with serious injuries, 3 mild, and over 18 with minimal injuries. Kjo është gjendja e shtëpisë nga shpërthimi. Ne sapo e kishim rinovuar atë dhe tani gjithçka është e qartë. Dritare të reja, grila të reja, gjithçka është dëmtuar, gjithçka është shkatruar. Dera kryesore është prishur nga vala goditëse. Edhe në katet më lartë, gjithçka ka shpërthyer atje. Shkurt, e gjitha ana në këtë drejtim, plus edhe një pjesë e mirë në anën tjetër. Çfarë mund të them? Është trishtuese. Nuk është se u lëndua ndonjë fëmijë, janë gjëra materiale, gjëra që rregullohen me para. Nuk ka çfarë të bësh. Megjithatë është e frikshme të shohësh që ndodh kaq afër shpërthimi. Është e frikshme. Dëgjoj, sulmi ndodhi pikërisht kur nipat e mi ishin tek unë për drek, dhe të gjithë vrapuan poshtë për shkak të kësaj. Fatmirësisht nuk ishim brenda në shtëpi, sepse po të ishim brenda do të ndodhte më e keqja.